po është një formë për me largu për i realitetit qytetar. Se derisa merren me propaganda, me krijimin e qytyne përqarjes të madhe, manej edhe qytetari vetë po harron se është interesi tina ose sa duhet jetë kërkesa për kandidat ose për ata që ja dhon besimin. Në fakt kemi kalu një javë ditë fushatës dhe gjatë kësaj jave secili prej nesh e vrejmë mbështetjen që e kemi në publik. Dhe unë shoh që në mungesë të një mbështetje çfarë pretendojnë ta kenë publik, i kthehen pastaj këtyre rrjeteve sociale false për të ndërtuar narracione të paqena dhe natyrisht për të futur publikun ndoshta edhe në situata të këndshme mes veti. Shikoni shumë e ult dhe është lojë jo fair, ku qytetarit tonë i servohen kaq shumë të pavërteta, për cilat qytetarët na njohin mirë dhe nuk kam nevojë as me çpik këso lloj teorishe idesh me qëllim të përfitimit të vota për vetveten. Unë e thash fillim dhe po e ri përsëris. Unë garoj me identitetin tim, garoj me punën time, garoj me vizionin tim me punë për Lipjanin, nuk garoj në sloganin e asnjë lloj lideri as të kalurës. Natyrisht jam kandidat i Lidhjes Demokratike, por unë jam kandidat i gjithë qytetarëve të Lipjanit, përtej politikës, sepse kryetari i komunës do duhet me pas vizion përtej politikës të një subjekti caktuar politik për të udhëhequr dhe menaxhu me komunën dhe me interesin publik të një komune të caktuar.